Është një koleksion. Koleksioni fotografik i Pallatit Yıldız dhe Shkodra ishte tema një konference që u zhvillua në ambientet e Universitetit të Shkodrës. I pranishëm në këtë aktivitet të organizuar nga Universiteti i Shkodrës u bë dhe ambasadori i Turqisë në vendin tonë, Tayyar Kagan. Ndërkohë pjesë e kësaj konference ishte edhe ekspozita me fotografi e qelur nga Instituti Yunus Emre. Në fjalën e tyre si ambasadori Kagan ashtu dhe rektori Gjurej e vun theksin tek bashkëpunimi akademik mes dy vendeve. Halklarımızın daha da yakınlaşması için bashkëpunimi i dy vendeve tona përmes aktiviteteve të tilla ndihmon në një të ardhmë të përbashkët të suksesshme. Gjatë bisedës me rektorin Gjurej, ne biseduam për bashkëpunime në fushën akademike në lidhje me shkëmbimin e akademive të universiteteve turke me ato shqiptare. bu güzel üniversitenin iş Natyrisht kjo sot është fal një ekspozite të tillë, por ne në zyrën time pak më parë biseduam me ambasadorin Ataj për mundësinë e zgjerimit dhe të thënimit të bashkëpunimit midis institucioneve të arsimit lartë nga Universitetet e Shkodrës dhe universiteteve turke. Tashmë është një fakt i njohur që në dekadat e fundit ka një progres të jashtëzakonshëm të universiteteve turke. Turqia është një vend antar e OECD-s me universitete cilësore dhe jo vetëm departamenti jonë i historisë, por besoj edhe departamentet e tjera ka mundësi të eksplorojnë rrugë bashkëpunimi sa i takon historisë, arkeologjisë, pse arkivave sidomos e kështu me radhë që të ndriçojmë në mënyrë sa më objektive dhe sa më realiste të kaluarën. Ekspozita me fotografi do qëndrojë hapur pranë Institutit Yunus Emre nga data 11 deri me 25 dhjetor.